Në Brindisi, vendet tona rënë dakord që koridori 8 është një lidhje shumë e rëndësishme midis Adriatikut, Jonit dhe Detit të Zi, është një pjesë thelbësore e rrjetit TEN dhe është një korridor që mund të përshpejtojë integrimin e Ballkanit Perëndimor në tregun e përbashkët evropian. Ne e njohim vlerën që ai ka për lëvizshmërinë ushtarake dhe për NATO, por po kështu edhe për kontekstin e BE-s. Unë besoj se 2 vjet e gjysmë më vonë, ky vlerësim merr akoma më tepër vlerë se më parë dhe na duhet të ecim përpara edhe më me urgjencë. Koridori 8 shpesh përshkruhet si një rrugë e hekurudha, një vijë në har, por sot në fakt lidhet më tepër me qëndresën dhe mundësinë për të lëvizur me siguri mantrat, njerëzit dhe gjithashtu me parashikueshmëri, gjithashtu për të ngritur kapacitetet tona dhe për të mos na lënë të ekspozohemi vetëm ndaj një alternative. Maqedonia e Veriut është në zemër të këtij koridori. Jemi vetë një vend ku koridori 10 dhe 8 ndërkryqëzohen dhe kjo gjeografi duhet të përkthehet rezultate që t'i ndjejnë qytetarët vendet e çdo të thotë distanca më të ulta, kohë më të shkurtra dërgese, kosto më të ulta, konkurrencë më të lartë të kompanive dhe po kështu edhe një tërheqje më e madhe për